Gjuli. Gjulio. Aman, ma trego se nuk më zë gjumi. Kush e ka thënë? Kush e ka thënë? Po, Ronaldo jam i kush tjetër. Ai që ka hyrë tashti me Tirana? Jo, po me Pekinin. Në çdo iluzion, një ritëm për jetën. Në çdo fjalë të thënë, pretë vërtetën. Në një çmenduri, shpresë dhe gabime, sa dashuri që lan në përvegime. Onda tjeti besojnë, labirinti një loje që ku zmaron, jo ju fatin e qelë. Një dëshire pas prehu një piruel, onda vjeti besojnë, labirinti një loje që ku zmaron, jo ju fatin e qelë. Një dëshire pas prehu një piruel, në një ndorim harojmë magime, në një natë pasioni tretën pendime. Je ka pikin lartë, pensi kujtime, si zonë që fluturojnë në perëndime. Onda vjeti besojnë, labirinti një loje që ku zmaron, jo ju fatin e qelë. Një dëshire pas prehu një piruel, onda vjeti besojnë, labirinti një loje që ku zmaron, jo ju fatin e qelë. Një dëshire pas prehu një piruel. Me kujdes, Greta. Vendosësh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Qëndrën arabes. Prodhaja. Kështu, a? Futi vitet, jo si patok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E ngren këmbën, ngreje. Shpinën, një gungë. Ngreje këmbën më shumë. Unë si do që ta bëj sot, unë e parë do dalë, ty do ta kaloj. Ta shofësh. Bëje. Ja. Vashmi se shkjeve. Unë po e mësoj me mami që e shkjeve. Me këtë program që ka shoqata jonë të tjerë, du ta mbyllim. Ka shumë shoqata e Gjuli? Sa të duhesh. Sa të duhesh. Po, ndër më kryesorët është ruaj dhe mos e kruaj. Ruaj, mos e kruaj. Po që nga shoqat berberash. Jo, po, shoqat reshterësh. Kjo është një shoqat që merret me zhvatjen e ndihmave dhe shitjen e tyre me çmim shumice. Tipike shoqat humanitare. Okej. Megjithëse nuk mora vesh asnjë gjë Gjuli, çfarë the? Po të ishte jetëm gjallë, do të kishte hapur shoqatën e grave që gëlltisin burrët. Mos ti merak se jam unë gjallë, do të gëlltison ty. Hajde vajza të shoh një, hajde mësoni çik mamin juve. Hajde, ç'është kjo që po bëni? Do piruetën. Piruetën ka të bëj me atë pirron lart? Jo, me mami është piruetë, është ushtrimi im që bëjmë balet, që piruetë. Okej, hajde shoh një si e ke bërë. Ja, shifa. Kujdes se më. Sa ma mësoj, Olta. Wow. Pe. Hajde. Pa, Dana. Hajde, Gjuli, gati? Shumë mirë. Nga do të bertullini ti, po? Jepi, Dana, ha? Kujdes. Tre? Një sekond. Tre? Gjuli, Mami e lindur për balet, unë ty t'kam gjarë. Vini re, për para jush, Tina Adrenalina. Wow. Çfarë thot? Tina Adrenalina. Po, baba, po. Që sot e tutje vajza juaj, Tina, do t'jetë këngëtare. O, zot, do vdes për ti, o zot. Ore, babi, i ndjek stacionet private ti apo jo? Ndër 2 milion shqiptar, 1.800.000 janë këngëtar. 200 të tjerët janë parlamentarë, se s'kanë vesh muzike. Pra? Më shiko
Or babi, papi çulo. Papi qolo. Ju të dyja, inshallah kini shëndet se sa për mend kanë marrë male. Kemi të reja, baba, kemi të reja, mama. Të dëgjojmë. Do martohesh? Are babi. Po prit ta afirmojmë njërë si këngëtare, që pastaj të mund të zgjedhë rastin më të mirë, kupton? Këngëtare? Buçi, sa për fejes dhe për martes, edhe poeti, edhe kompozitori, ma kërkuan këtë gjë. Unë mendoj për kompozitorin se ai është më klas. Moj mami, të gjithë stacionet private, ku shkon që prezanton krijimin tënd, të kërkojnë diçka, shumë gjëra të kërkojnë. Unë kam dëgjuar që tani ata kërkojnë vetëm para, jo tjetër. Po, unë të gjitha kursimet e mia, ja dash, edhe ata i morën ndershmërisht, ë? Ja dhe? Po. Aty të lumë. Okej. Përgatituni për një kryevepër. Kënga fillon kështu. Fatizi. Ti nuk je zezak. I ka unë, erdhe ti, as po ham japrak. Gjithë rrushi me orisë. Pikërisht. Aty pastaj kalon në strofën e dytë. Ti më çon një mesazh. Unë qëroj një dardh. Aman të keqe mos më kujto dardha se kam kohë pa ngra. Ti mjeshtër i mashtrimeve, hipur mbi një gardh. Po ç'donte në gardh ai? Po këtu nxehet kënga. Për të kaluar në refren. Edhe refreni fillon kështu. Dhall. Unë hithuj, ti prap i bardh. Kryevepër. Pastaj për herë të dytë thot, dhall, o dhall. Unë hithuj, ore ti, me duar në xhepa, nuk vet pall. Edhe thuhet kënga. O pall, kupton? Tani unë jam e pasigurt për titullin mami dhe ju do të ndihmoni. A ta quaj dhall apo ta quaj pall? Jo, unë mendoj ta quajmë mall. Mall? Mall për dhall. Unë them shkurt. Pirth o kal. Shife më i danë qatë shiftit, të mrekullushëm. Janë të premë për njëri tjetrin. Mami, kjo është shësha ime shkollës, isi. Isi pisi ulu tani se s'kemi kohë të shikojmë telenovelën. Po, shësha ime, mami. Mirë zemër, mirë. Ua, Drita, më duket se ky po ja dreth prapë, ha? Kush maj? Rodriguez. Ky Rodriguez. Jo, me zemër. Rodriguez ja shumë i mirë. Po që mirë ma i shkon me dashnorën e tjatit që nga i mirë. Jam më i danë si e tu e nga tru me Dalkaukun me atë Sanchesin. Po i hyp. Kujt po i hypen me? Zot, po i hyp në makinë, moj Drita, se ti keq kuptohesh kollaj fare. Qam vje keq për këtë Rodriguezin. Po ja punoja i një. Ja ka marrë tal pasunin dhe ka lanë diskut. Po budallaqka e dreqit, moj, po gjvishet, moj do ta vras lakuriq më duket moj. Po pse lakuriq moj? Pra shife. Shife që s'kene. Nuk mune me pa. Një burr me 2 gra. S'ke dhe fajti se ti edhe pa burr, prandaj. Vajza, ju kam thënë 100 herë. Kujdes nga djemt. Jam shumë të poshtër. Kujdes. Po, jo, moj të Dana, jo, mos ki merak, se unë ja u tregoj vendin. Në cilin vendi tregonte? Vendi që u takon pra, apo jolta. Okej. Edhe unë, mami, se kam problemi, ja u tregoj vendin, pubin, disk. Tarallakja e mami. Ua, po unë ty kam gjarmi, mami, po ti kam Okej, shpirt, okej. Dana më shife. Shife po jem zorri. Po kjo zorri, Po jem tërheq, po jem tërheq kamzë. Po çfarë kamze, aman, moj ti, kjo nuk është telenovel shqiptare, të kam thënë 100 herë. Është telenovel spanjole, okej? Pirat fikët këta. Drita, qo, shpejt bagjulli. Edhe temi, shpejt ambulancën. Drita, qo, të lutem shumë. Drita, 100 herë të kam thënë. Mos eja të shikosh telenovelën shpinë time. Ti je me zemër me motër. Ati në shpinë tënde bëj çfarë të duash. Na, bagjulli. Ambulanca, erdhi apo jo?
mush për të vënë kujen, grua. Ua, Baxhuli, sa interesant që ke bërë. Tamam si artist filmi. Me qafsh, Ashtu? kështë bëri kështu, ha? Jo tëm, me gjithë të tatë. Kemi 3 ditë që duam të zgjedhim kryetarin. Të gjithë duan kryetar. Asnjë antar. Edhe si e zgjedhët këtë punë? Si e zgjidhëm? Ditën e parë kaluam me të shqara. Ditën e dytë me replik, domethënë me ropë shtëpie. Filluam të shkëmbejmë ropët e shtëpisë me njëri tjetrin. Ndërsa ditën e tretë, s'është na u kujtua parlamenti, edhe filloi krushti. Bam! Kulmi. Ua, qa mrekullie, pas ka qenë. Kishte njëri që t'ju filmonte? Kishte. Dhe kush fitoi? Fitoi. Akoma asnjëri. Zgjodhëm një kryetar të komanduar. Edhe këtë thua ti. Se di. Nuk e di. Jo. Të zotin e lokalit. Edhe dëmtime do i paguaj shoqata. E di si themun Baxhuli? A i hyn mirë makaronave, se janë bërë të mrekullueshme. Për mend që ke ti, unë duhet të shkoj në hën. Po, në fakt, më duhet të shkoj në hale. Bon appetito! Mam, buon appetito thuhet. Por në rastet kur babi shkon në banjë, nuk përdoret fare kjo. Kupton? Okej. Si tjetë më e mira. Goca, po ju keni mendim vetëm për gallat, po ndarkeni në koncert. Ua, me vërtet, po s'kemi bërë si provë. Po punë e madhe mirë bëjmë gjatë rrugës, pa hajde. E di pse të kam thirrë? Jo. Pse jo? Hama, Nuk e kam qunin mirë. qunën e kujtë. Timi. Mos ka një qasë? I vogla i madhi. I vogli e kokmadhe. Çfarë ka? Sa herë që ulemi për të ngrënë, a i thot se në shtëpinë tonë vjen një ari i madh. Ditën apo natën? Natën. Natën se ditën janë vetë aty. Dua të më zbulosh. Qëlloj ari ju është ai se po më shkatron qunin. Çlojari ju do t'jetë ky mëja. Pola, Kjo është i palar, këtë e ti unë. s'po më kupton fare, e me mua. Ullu. Jo, ullu ti. Ullu për tani? Ullu për ti, se ti ke halë, s'kam unë. Me që jam në hall do të paguaj. Do me thanë, Unë mund ta zgjidhet edhe vetë të problem. jo. Po jam i zënë deri këtu. S'ke pun ti. Shifo vlla tregtin. Me jashtë, ec jashtë ti. Këto puni zgjidh vetëm. Ti do t'jesh detektivi i shtëpisë time. Po si, mos ke merak. Nuk ke pun fare në shpiti. Shtëpinë tënde? Mo në shpinë tënde, s'ke pun fare. Mbarëm këto punë. Ti do të më zbulosh se kush është ariu që vjen në shtëpinë time dhe unë do të paguaj me euro. S'ka problem. S'ka problem edhe me lek. E di që mboni vakimu me njonin si puna jote. E kisha komshiun.
Më la mu të survejoj të shoqen. Si? Detyra është tjerë. Hypa unë në katin e tretë. E kishte shtëpi në katin e dytë. Zbrita me qarqaf. Si? Afrova te dritarja. E shtyva dritaren. U futa në dhomë. Afër krevatit. Në moment ngre qarqafin. Frap! E kape? Po. E kapa po. E kapa me qoqin. Prandaj të them ty unë. Ti fut ju Evropës tonë, unë i futem shtëpisë tate. Merë se mund t'jetë ai personi që e kam mashtruar, që e kam dhënë shtëpinë pa dokumenta. Dhe i thuaj që nuk jam këtu. Alo? Nuk jam këtu. Nuk është këtu. Ka? Gretën? Po kush jeni ju? Si jeni mirë? Nga po merrni? Nga Gabina? Po mirë more djalë. Një celular nuk e ti për ta marrë në telefon vajzën, a? Po ti më vjen keq, po ti qenë morracak. Okej, e trason. Greta? Është për ty. Jo, do të kërkoj diçka, ky po thuaj që jo. Jo, se në gjithmonë. Di. Alo? Alo. Greta. Dëgjo. Më kuptove ku jam, Jo. Po. Do të takohemi tek fugonat që nisen për në Elbasan. Ku? Dëgjo, o Greta. Dëgjo se është zhurmë e madhe. O Greta. Do të takohemi te fugonat që nisen për në Elbasan. Më kupton? Jo. A, të fugonat. Mirë. Jo. Aty më kepu. Tu po presim. Hajde. Mirë. Dhe vish për Elbasan ti? Jam të prit një shoqe si këtu. Kom një vend. Hajde dhe ti dhe nisemi. Ikim. Qa pun ka mërë me... Hajde më se nuk dje mo kjo rastër. Qa rastit ka mërë? Oke, për të knojqin e Elbasanër, hajde. O kam rast me i femën mërë këtu, s'kam pun me Elbasanër. Hajde mërë, që i shoqe. S'kam pu kur në Elbasanër. Po të vish Elbasan se të knojqin se i vend bosh ka mërë. I vend bosh, hajde ikim. Se ke i vend bosh me shku unë? Po s'ke për të pas rast më mërë, hajde. Alo? Po ku je më? Alo? Greta? Ishte një vend boshe po shkoj për në Elbasan, morën me zori. A, shkreta unë me këmerem. Po ti unë ba me në fare më i shkret. O zëtni? Urna. Po kur këthejemi për Elbasanit? Ne tash do shkojmë në Elbasan. Do zbarkojmë furgonin. Këto që kam punë, do zbresin. Ti që s'ke do rish këtu. Qoftë se neve do e mushim furgonin, se kemi gjo që ne po se mushim furgonin, ne nuk nisemi. Mushim furgonin, e do vim bashkë prapë për tjera. Rregull. A, ta pasha borsh. Morën qaf, more. Alo? Mund të vi dhe nesër. Ik. Alo? O buso! Drita! Drita u fik! Po! Jo, unes! Hajde urgjent! Tu afër jam, tani vi. Urgjent! Erdha, ja ku jam. Ja ku i ke. Jep lekët. Kur ta shoh Ariun me këta sy, pastaj ti jap lekt. O? Lek s'paguajnë. Grato shkojnë me Ari. Unë rrej se qenë. Hajde, shtet, hajde. Babi, hajde pak tu.
Gjagjirariu është atje. Qau! A ti mi trem ka kalamajt mua për natë, a? Di për jashta! Alo! Urdhë! Jam ai! Jam detektivi! Kur do mja për lekët? Unë nuk paguaj lek sa që të me kalamajt. A je legend? Govat. Mashtrus? Deputet. O player? Atëherë komunale. Ci vediamo. Mojolta, po që ka shkrepurtinës në kokë që të bëhet këngëtare me të keqen babi? Mirë ishte aty në zyrë. Sigur se një ty, babi. Një ditë do të bëhet këngëtare, një ditë do të bëhet valltare. Sa merret me këto budallë, jo mirë të kishe gjetur një burrë të shkonte në shtëpitë saj. Përgatituni njerëz për kryeveprën e këtij shekulli, për këngën time të parë. Titulli mami siç e lam. Mall për dhall. Okej? Unë hetuj ti prap i bardh. Skandaloze. Unë hetuj ti prap i bardh. Si, dhall. Qëroj një dardh, mjeshtëri mashtrimeve, hipur mbi një gardh. Ti më çon një mesazh, unë qëroj një dardh, o mjeshtëri mashtrimeve, shmëri hipur mbi një gardh. Dhall, shumë dhall. Si, dhall. Unë hituj ti prap i bardh. E po mirë dhall. Shiko se me duar në xhepa nuk bëhet pall. Pall. Dhall, shumë dhall. Si, dhall. Unë hituj ti prap i bardh. Dhall, shumë dhall. Shiko se me duar në xhepa nuk bëhet pall. Pall. Dhall, shumë dhall. Atëherë? Si ju duk? Të them të drejtën? Ha? Fol zemër. Budallik më të madh nuk kam dëgjuar ndonjëherë. Po sepse ti je vet budallaqe prandaj. Po u zuri kokami. Po shko pi një aspirin të qetësohesh. Dëgjoj Tina, që kur ka filluar kënga dhe deri tani më ka kap një dhimbje stomaku? Zogu babi, po ti gjithmonë kështu je me prerje barku. Kurse mua më duke mrekullueshme. Shpirti mamit, me këtë këngë do shkosh në festivalin europian. Edhe balerina do jemi ne, familjarisht, apo jo pa gjurë. Kjo është anjeza e mamit. Kjo nuk është anjeza e mamit. Kjo është e zeza e babit. Do të vrasër vete. Do vrasër veten. Kemi ilaç mizash. Kemi. Mos është s'ka duar. Po, do provuar një herë. Ha? Provoj ti, që do vesh në haletë sot tëme. Vafshti, në Sat Plus.
Zdo për mbragime, hej! Zdo për mbragime, hej! 200 të tjerë të sillen, janë kështu parlamentar. Po si s'kanë me vesh. Po si s'kanë me vesh. Kështu e ka kjo babi, një ditë këngëtar, një ditë valltar. Kështu e ka kjo babi, një ditë këngëtar, një ditë valltar. Dëgjotina, çm fillim të këngës dhe të këngës. Dëgjotina, çm fillim të këngës dhe të këngës. Këto puni marrë vetëm. Që sot do t'jesh detektivi është disë time. Do me thënë... Do me thënë... Le, se e kuptova. Dëgjo, mu më gjenë tek fugonat që nisën për në Elbasan. Ta i stacion më gjenë mu. Mosa muti, kush flet? Mu më gjenë tek fugonat që nisën për në Elbasan. Ta i stacion më gjenë mu. Mosa muti, kush flet? Ta i stacion më gjenë mu. Mosa muti, kush flet? Kemi 3 ditë që duam të zgjedhim kryetarin. Asnjëherë nuk do. Asnjëherë nuk do. Uakti që ke bëri mrekullueshëm, më qafsh kush të bëri kështu. Si artist filmi e bër. Kush më bëri? Kush më bëri? Kush të bëri? E të mund lako, e më bën gjithmonë. Më qafsh kush të bëri kështu. Si artist filmi e bër. Kush më bëri? Kush më bëri? Kush të bëri? E të mund lako, e më bën gjithmonë. Kemi të reja, mama, kemi të reja, baba. Ti sot do të martosh. Kemi të reja, mama, kemi të reja, baba. Ti sot do të martosh, duhet të thuash. Pastaj si u hamendja juve që unë gjithë kjo këngëtare të pranoj kështu ditën me diell, ja se janë mësuar ata të shkojnë atje, të shkosh në studio, edhe të thonë, hajde ti gocu, gjaja sikur duan vërtet të fejojnë, po nga ana tjetër duan, domethënë. Po mos ki merak me teta Dana, se unë ja u tregoj vendin. Telefonat, e shikon? Edhe një plan tani fundit është edhe. Dëgjon apo jo? Plani fundit i thot. Plani fundit, po kush e di sa vazhdon kjo plan? Sa plan e keni ne, më i shpirt, ai ka planin e vet. Po mos ki merak me teta Dana, se unë ja u tregoj vendin.